Këtë shpjegim e bëra për narkoshtetin për të kuptuar qytetarët shqiptar, se shpeshherë dëgjojnë kreun e opozitës zotin Berisha apo dëgjojnë deputetët e PD-s që përdorin termin narkoshtet dhe mund duket diçka e largët, diçka që nuk ka lidhje me Shqipërinë. Jo, Shqipëria sot është një vend ku ka një ekonomi për fatin tonë të keq kriminalizuar. Në çdo sektor të vendit është kriminalizuar gjithçka. Është kriminalizuar ekonomia, është kriminalizuar politika, është kriminalizuar shëndetësia, sepse ju nuk keni sot një koncesion që të mos ketë vjedhje, mos ketë duart qeverisja në xhepat e qytetarëve. Ju nuk keni sot një antar të kabinetit qeveritar që nuk akuzohet, që mund të ketë mungesë të akuze për një aferë. Nuk thoni dot një emër të një socialisti në vite që nuk ka patur një akuzë këto vite për korrupsion, dhe kjo nuk është një lajm i mirë për PD-n ky, nuk është lajm i mirë për opozitën, ky është lajm i keq për shqiptarët. Sepse ne Bledi në fund të ditës duhet bëjmë një analizë thellë me njëri tjetrin, ore si ka mundësi në 13 vite, se tashmë janë vitin e 13, ne kemi lejuar një grup kriminal i kryesuar nga Edi Rama të na udhëheq. Dhe ne nuk çohemi si popull dhe ta marrim zvarr, sepse na vjedh në mënyrë të përditshme, na plaçkis, na bastis, na gjobis. Ju jeni nga ato familje që e keni vuajtur dhe në kurriz. Pasi ju kanë shëmbur pronat e juaja të ndërtuara me gjak, ju kanë gjobitur këta ordiner që janë sot në akuzë për grup kriminal për hakerimin e Spakut, me Agim Ismailin krye, ju kanë vendosur 100 milion lek gjoba. Pra, ju jeni një ndër rastet që e keni provuar në kurriz, por jam i bindur që shqiptarët që na ndjekin, qytetarët që na ndjekin, pa drejtësinë, vjedhjen, abuzimin, përbuzjen, nxjerrjen me gaz, me molotov nga shtëpiat e tyre, mos harroni që e kanë përjetuar në lëkurën e tyre. Jo vetëm banorët e Laprakës, të Astirit, të Unazës së Re, të 5 Majit me radhë, ku kanë shkuar thuase po shkojnë pushtuesit për të luftuar armikun e tyre. Ndërkohë që ne kemi të bëjmë me një qeverisje e cila në fund të ditës, me gjithë problemet që mund të kishe, do duhet ketë në thelb njeriun dhe interesin e qytetarëve. Ty të mbyllin derën sot nuk ke një derë ku trokasësh për t'u ankuar për problemin që ke, sepse të mbyllet në turi. Pse? Sepse kur blen zgjedhjet, kur paguan para për votën, nuk t'jep më llogari ai që drejton. Dhe për sa kohë fenomeni i shitblerjes votës është fenomen që ka deformuar vullnetin e qytetarëve, ne nuk kemi të bëjmë më me procese elektorale. Dhe këto të gjitha, blet që unë po them, ndodhin në narkoshtet, nuk ndodhin në një qeverisje normale. Dhe për këtë arsye, protesta e datës 24 janar është jetike për vendin, për qytetarët shqiptarë. Unë gjej rastin sërish që sot java, si sot një javë, në datë 24 janar, ditën e shtunë në orën 17, të ftoj çdo qytetar, çdo bashkëmoshatar të mi, çdo qytetar të Republikës Shqipërisë të vit protestoj jo për Partinë Demokratike, të vit protestoj për veten e vet, për familjen e vet, për ekonominë familjare, për Shqipërinë, për të ndetur në këtë vend. Po të marrësh të them dhe këtë statistikë në raport me narkoshtetin, po të marrësh Venezuelën, që drejtohej nga Maduro, dhe të marrësh Shqipërinë, që drejtohet nga Ramaduro, po të shohë statistikat e shpopullimit dhe të largimit qytetarëve në raport me popullatën, jemi identik, pothuaj 1/3 e vendit ka lënë vendin, si në Shqipëri, ku kanë ikur 1.1 milion shqiptar në 10 vjet, si në